Mua prindërit më kanë mësuar që të mos gënjej, sepse ka më vlerë fjala e saktë se sa e pasaktë. Unë do të marr një shembull në lidhje me tautologjinë. Unë do të vërtetoj formulën e De Morganit. E kam dhënë në 2 pjesë. Pjesën e parë kam shënuar me shkronjën F, kurse pjesën e dytë me shkronjën N. Unë do të shikoj a janë të barabarta. Vizatoj tabelën. E bëjmë gjykimin P, gjykimin Q, e bëjmë të kundërtën e gjykimit P, të kundërtën e gjykimit Q, pastaj e marrim P dhe Q, pastaj marrim të gjithë formulën, tjetër, dhe në fund e bëjmë F e barabartë me M. Filloj, mbasi kemi të dy formula e bëjmë të parën. Sakt, sakt, pasakt, pasakt. Sakt, sakt, pasakt, pasakt. Të dytën, sakt, pasakt, sakt, pasakt. Sakt, pasakt, sakt, pasakt. Tani është e kundërta e gjykimit P. Nëse këtu është sakt, aty duhet e pasakt. Nëse këtu është e pasakt, këtu është sakt. Sakt, pasakt. Sakt, pasakt. Pasakt, sakt. Pasakt, sakt. Tani është e kundërta e gjykimit Q. Pra, ashtu. E sakt, pasakt. E pasakt, e sakt. E sakt, pasakt. E sakt, e pasakt, e sakt. Tani, ne e shikojmë këto dyja. Nëse janë të dyjat së sakta, është e saktë. Të tjerat janë të gjitha të pasakt. Sakt dhe sakt, e sakt. Sakt dhe pasakt, pasakt. Pasakt dhe sakt, pasakt. Pasakt dhe pasakt, pasakt. Tani e marrim formulën e P-s dhe Q-s. Sakt, të kundërtën e formulës P dhe Q. E sakt, pasakt. E pasakt, e sakt. E pasakt, e sakt. E pasakt, e sakt. Tani marrim të kundërtën e gjykimit P ose të kundërtën e gjykimit Q, që janë këto të dyja. Këtu nëse është vetëm njëra sakt, prap mund ta bëjmë të sakt. Nëse nuk janë asnjëra, nuk mund ta bëjmë të sakt. E pasakt dhe pasakt, pasakt. E pasakt dhe sakt, sakt. E sakt ose e pasakt është e sakt. E sakt ose e pasakt është e sakt. Tani, sakt dhe sakt, a janë të dyja të njëjta? Po, është e sakt. E sakt dhe sakt, janë të dyja të njëjta, është e sakt. E sakt dhe sakt prap janë të njëjta. Dhe sakt dhe sakt janë prap të njëjta.